Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim glazur rushi. Të shumët kanë qenë ndjekësit e mi që më kanë kërkuar recetën për glazur. Me që tani jemi në sezonin e rushit, unë do përgatis glazur me rush. Këtu kam një fet gelatin, e vendosim në një gotë me ujë. Kam marrë një cep rushi i zi është shesh i zi, si varitet. Të shkupusim kokra nga cepi i rushit. Glazura mund të përgatitet me të gjitha frutat që kanë ngjyrë, me lule shtrydhe që e bën glazurën e kuqe, me kiwi që e bën të gjelbër. I vendosëm kokrat e rushit në tenxhere, i mbuloj me një gotë me ujë dhe i vendosim në zjarr. Sa po fillon të vloj, rushi menjëherë shpërbëhet, me shtypsen e patateve do ta shtypim. Lëngu filloi të ngjyroset. E kullojmë në një kullonjë dhe marrim vetëm pjesën e lëngut. Sërish të shtypim. Lëngun e rushit e kemi gati. Për ta bërë dhe më të një trajtshëm, unë do ta fruloj lëngun e rushit. Me një frulator ose me blender. E bëjmë lëngun të një trajtshëm. E kemi gati, sërish e transferojmë tenxhere në zjarr, duke i shtuar fetën me gelatin. Në një gotë ujë do tresim një lugë gjelle me niseshte. Do ta përziej mirë që mos të ketë kokriza. Ujë me niseshte e kemi gati. Ndërkohë dhe lëngu i rushit në zjarr po fillon të vloj. Dhe gelatina sigurisht që po tretet, shtojmë ujin me niseshte. Do ta përziejmë vazhdimisht që mos na bëhet kokriza. Shtojmë një bustin me vanilje për të aromatizuar glazurën. Nëse doni, mund ta lini në ëmbëlsinë e rushit. Nëse e doni më të ëmbël, natyrisht që mund t'i shtoni sheqer. Unë po i shtoj 2 lugë gjelle me sheqer. I shtoj më pak se 1 lugë gjelle me lëng limoni dhe vazhdojmë përzierjen. Sa të bëhet një krem i holl, i njëjtë natyrisht. Të marrë një trashje të lehtë. Për gati 2 minuta, glazura bëhet gati. E largojmë nga zjarri dhe e vendosim në një tasë që të ftohet plotësisht. E lëm të ftohet për gati 2 orë. Pasi ftohet, kjo është konsistenca e glazurës, duket e ngrirë, por thjesht me ta trazuar me një lugë ose me pirun, ajo bëhet kremoze. Për momentin unë do ta përziej me lugë, do ta vënë në një kuti për ta vendosur në frigorifer. Është fare thjesht për të përgatitur glazura. E vendosim në këto kutitë e frigoriferit dhe lëm në frigorifer e përdorim kur të na duhet. Unë glazurat i kam përdorur dhe mbas 3 muajsh dhe janë në gjendje shumë të mirë. Sigurisht që në kapaçka ajo ngrin sërish. Në momentin që dua ta përdor glazurën, unë e gri në frulator. Kthehet në gjendje kremoze shumë të mirë dhe hapet lehtësisht në ëmbëlsira. Uroj t'ju kem ardhur sadopak në ndihmë me këtë video. Shikojmë dhe konsistencën e glazurës, është tepër kremoze dhe hapet lehtësisht. Këtu receta jon përfundon. Faleminderit që më ndiqni.